Ndeshja sotme mes Atalantës dhe Klub Brugji do të jetë e veçantë për Berat Gjimshitin. Mbrojtësi kombëtares shqiptare rreshtohet titullar në këtë takim, duke qenë si zakonisht një nga pikat kyçe të prapavijës së klubit italian. Duke u aktivizuar në këtë sfidë, Gjimshiti do të vendosë një kurth themeli të rëndësishëm për futbollin shqiptar. Kjo do të jetë ndeshja e tij e 30 në Champions League në fazën e grupe e mëtej të turneut, pa llogaritur kualifikueset, duke qenë ai rekordmeni absolut për futbollistët e kombëtares shqiptare në këtë turne. Në karrierën e tij në këtë kompeticion, Gjimshiti regjistron dhe një gol të shënuar, atë ndaj Shakhtar Donetsk në edicionin e kaluar të Champions League, po në fazën e grup të saj. Në vendin e dytë në renditjen e të gjitha kohëve është Aulan Xhaka me 26 ndeshje, ndjekur nga Besnik Hasi dhe Elsejid Hysaj me nga 21 ndeshje dhe Kristian Aslani me 19 ndeshje të luajtura në Champions League.